Duke pirë këtë lëng patatesh, ajo trajtoi këto 3 probleme. Patatet janë të përdorura për të trajtuar probleme të ndryshme për qindra vite, veçanërisht lëngu i tyre është tepër efikas për parandalimit dhe trajtimin e komplikacioneve të ndryshme. Por si të përgatisni lëngun e patateve? Lëngu i patates duhet të bëhet në këtë mënyrë. Lani patate dhe hiqni pjesën jeshile të ndodhur mbi lëkurë. Në vend që të përdorni shtrysën e frutave, priteni atë në copa të vogla dhe shtrydheni me ndihmën e një pëlhure. Për të përmirësuar shijen e përzieni me lëngmodhe, limoni, karrote me pak mjalë. Sigurohuni ta konsumoni të freskët. Ajo është e mirë edhe për gastritin. Health Magazine citon se një lugë gjelle me lëng patatesh të përzier me ujë pihet gjysmore përpara se të hani mëngjes, drekë dhe darkë. Është e mirë kundër problemeve të stomakut. Pini 50 ml lëng patate në mëngjes dhe 50 ml para se të hani drekën. Duhet të konsumoni çdo ditë lëngun e patateve për të përmirësuar shëndetin, por si fillim konsultohuni me mjekun nëse merrni medikamente të caktuara.